por si çdo ditë do ta nisim me ecurinë e tregjeve dhe do të shohim fillimisht tregun e brendshëm valutor ku përgjithsisht vjetre një korektim i vlerave pas disa ditësh me radhë në rritje si pasojë e marrëveshjes tregtare midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara për një periudhë 90 ditore. Sot vjetre një korektim i vlerës së dollarit amerikan, por në anën tjetër një rritje lehtë e euros në raport me lekun në tregun e brendshëm. Sipas agjencisë së këmbimit valutor, Iliria 98, dollari amerikan blihet me 87.2 dhe shitet me 88.6 lekë në rënje të lekë si në blerje ashtu edhe në shitje dhe kjo rënje vjen si pasojë e vlerësimit të lehtë dollarit në tregjet ndërkombëtare, ndërsa në 2 ditë e kaluara monedha i gjelbër të shtritur ndjeshëm pikërisht si pasojë e një marrëveshje 90 ditore mes dy ekonomive më të mëdha në botë, Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. SBA-i do të aplikojë tarifa prej 30% ndaj produkteve të importit nga Kina, nga 145% që ishin deri më tani, ndërsa Kina do të aplikojë tarifa 10% për produktet që importon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Euro në anën tjetër blihet me 98, shitet me 98.9 lekë në rritje të lehtë, si në blerje ashtu edhe në shitje ka fituar 200 arka monedha europiane dhe në këtë mënyrë është afruar më shumë nivelit mesatar të 98.5 lekëve. Franga zvicerane është rritur lekë vetëm në blerje, ku kuotohet në 103.8 lekë, ndërsa shitet me 105 lekë. Paundi britanik është i pandryshuar në blerje, ku kuotohet në 115.7 lekë, ndërsa në shitje në 117.1 lekë. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedë blihet me 62.6 dhe shitet me 64 lekë. Ndërsa dollari australian blihet me 56.2, shitet me 57.4 lekë. Jeni japonez është i pandryshuar, blihet me 0.58 dhe shitet me 0.61 lekë. Në anën tjetër në ecurinë e lirës turke, kjo monedë ka fituar disa qindarka në raport me lekun, blihet me 2.2 dhe shitet me 2.35 lekë. Dinari Maqedonas është i pandryshuar, blihet me 1.54 dhe shitet me 1.6 lekë në mëngjesin e sotëm, ndërkohë përsa i përket ecurisë së monedhave të tjera, rubla ruse blihet me 0.93 dhe shitet me 1.04 lekë dhe së fundmi përsa i përket juanit kinez, kjo monedhë blihet me 11.06, shitet me 12.28 lekë në rënje të lehtë si në blerje ashtu edhe në shitje në mëngjesin e sotëm, sipas agjencisë së këmbimit valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut të brendshëm valutor deri në këto momente, ndërkohë në tregje ndërkombëtare, pas 2 ditësh me radhë në rritje, dollari amerikan është korektuar lehtë në sesionin e sotëm, por fitimet më të mëdha në 2 ditët e fundit i ka realizuar pikërisht nafta. Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve monetare, ndërkombëtare, por gjithashtu edhe tregjeve të tjera. Fillimisht në tregun monetar, dollari amerikan ka ndryshuar minimalisht në sesionin e sotëm përballë shportës me 6 monedat kryesore ndërkombëtare pas fitimeve të realizuara në 2 sesionet e kaluara. Investitorët tashmë po tregojnë të kujdesshëm në pritje të tjera detajeve që mund dalin nga negociatat midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, 2 ekonomitë më të mëdha në botë. Për gjatë fundjavës, me një takim të zhvilluar në Gjenevë në Zvicër, palët arritën një marrëveshje për të vendosur tarifa shumë të ulta nga ato që u deklaruan deri më tani. Për shembull, Shtetet e Bashkuara do tarifojnë produktet kineze në 30% nga 145% që ishte më herët, ndërsa Pekini zyrtar do t'i tarifoj produktet amerikane në 10% nga 84% që tarifoheshin deri më tani. Kjo ka bërë që investitorët mendojnë se palët do të arrijnë një marrëveshje për gjatë kësaj periudhe 90 ditore, sepse në të kundërt ekonomia globale do të shkonte në recesion në 2025 dhe presioni shumë i lartë bëri që negociatorët e 2 ekonomive më të mëdha në botë të arrinin të paktën përkohësisht një marrëveshje tregtare. Gjithashtu ka pasur edhe disa dhëna të publikuara në Shtetet e Bashkuara që kanë mbështetur dollarin amerikan dhe Departamenti i Punës deklaroi se indeksi i çmimeve konsumatore u rrit me 0.2% për gjatë muajit prill, poshtë pritshmërive të analistëve për një rritje me 0.3%. Ky raport
i ka dhënë më tepër hapësira rezervës federale në Shtetet e Bashkuara për të mbajtur normat e interesit pa ndryshuara në nivelet aktuale pavarësisht presionit nga presidenti amerikan Donald Trump dhe gjithsesi nëse krahasoj me periudhën përpara 2 prillit, kur Donald Trump njoftoi tarifat e tij, sërish dollari është i zhvlerësuar me rreth 3%. Aktualisht euro ka fituar 0,17% të vlerës, kuotohet në nivelin e 1,1203 dollarëve, ndërsa më herët, përpara se të njoftojë kjo marrëveshje tregtare 9 ditore midis Kinës dhe Shtetet e Bashkuara, 1 euro këmbej pra nivelit të 1,14 dollarëve. Pra në këtë mënyrë në 2 sesionet e fundit, dollari ka fituar rreth 2 pikë të plota, por megjithatë ende vjon të jetë rreth 3% i zhvlerësuar krahasuar me periudhën përpara 2 prillit, ditën e çlirimit, sikurse e deklaroi presidenti amerikan Donald Trump. Poundi është rritur me 0,08%, këmbehet me 1,3315 dollar, në raport me frangën, dollari ka humbur 0,06% të vlerës, këmbehet me 0,8386 franga, dollari australian është rritur me 0,17%, kuotohet në 0,6480 dollar, dollari kanadez në rritje me 0,07%, kuotohet në 0,7180 dollar dhe për baljenit, dollari ka humbur 0,27% të vlerës dhe kuotohet shumë pra nivelit të 147 jenë mesatarisht. Ndërsa në tregun e kriptomonedhave, vjet re gjithashtu një korektim në sesionin e sotëm, ndërsa për gjatë fundjavës, por edhe në 2 sesionet e kaluara të hënën dhe të martën, ky treg është rritur ndjeshëm me Bitcoin që tejkaloi ditën e djeshme edhe nivelin e 104.000 dollarëve, por sot është në rënje të lehtë me 0,9%, sepse investitorët kanë tërhequr fitimet e realizuara në të paktën javën e fundit dhe cilësohet më tepër si një korektim i vlerave sesa arsye konkrete që mund të kenë ndikuar në këtë rënje të Bitcoin. Aktualisht kriptomonedha më e madhe në botë kuotohet në 103.669.21 dollar dhe tregtohet rreth 5.400 dollar, larg nivelit më të lartë në histori për 109.000 dollarësh të regjistruar më herët gjatë këtij viti. Ethereum në rënje me 1,45%, kuotohet në 2.651.8 dollar për çdo njësi Ethereum të tregtuar. Ndërkohë Ripple ka fituar 0,08% të vlerës në rritje të lehtë, kuotohet në 2,5850 dollar. Edhe Litecoin është rritur lehtë me 0,11%, kuotohet në 104,78 dollar dhe Bitcoin Cash është në rënje me 1,51% të vlerës dhe kuotohet në nivelin e 407,55 dollarëve për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë në tregun e naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rënje të lehtë në sesionin e sotëm, ndërsa të hënën dhe të martën janë rritur ndjeshëm duke fituar rreth 4 dollar e përkthyer në përqindje. Rritja ka qenë e konsiderueshme 4% të hënën dhe 3% në ditën e martë, 7% në total. Dhe arsyeja kryesore e rritjes së çmimeve në sesionin e fundit është marrëveshja mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës për të arritur një pauzë 19 ditore në aplikimin e tarifa, madje për gjatë kësaj periudhe do të aplikohen tarifa 30% që importohen nga Shtetet e Bashkuara për produktet kineze dhe 10% për produktet amerikane që importohen në Kinë. Njëkohësisht, çmimet janë rritur pavarësisht vendimit të OPEC Plus për të rritur prodhimin edhe me 411.000 fuqi në muajin qershor. Marrëveshja e OPEC Plus rriti prodhimin edhe gjatë muajit maj, po me 411.000 fuqi dhe do të ketë një shtesë po të njëjtë për gjatë muajit të ardhshëm. Kjo ushtroi presion ndaj çmimeve të naftës, por lajmi se 2 ekonomit më të mëdha në botë kanë arritur një marrëveshje të përkohshme 90 ditore tregtare ka mbështetur ndjeshëm çmimet në 2 sesionet e fundit. Aktualisht Brendi i Londrës ka rënë me 0,18% dhe kuotohet në 66,51 dollar për fuqi. Nafta bruto amerikane ka humbur 0,13% të vlerës, kuotohet në 63,51 dollar për fuqi dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka ndryshuar minimalisht në rritje me 0,05%, kuotohet në 613,38 dollar për ton. Përsa e përket ecurisë tregut metaleve të çmuara, vjet re një rënje lehtë në sesionin e sotëm, megjithatë çmimet kanë dalur rritjen e realizuar në sesionin e kaluar. Aktualisht
Ari ka humbur 0,22% të vlerës, kuotohet në $3.240.5 për oncë. Argjendi ka rënë me 0,35%, kuotohet shumë pra nivelit të $33 për oncë, ndërsa platini është në rritje me 0,46% të vlerës dhe kuotohet në nivelin e $996.8 për oncë. Dhe në këtë mënyrë është afruar shumë niveli teknik të $1.000 për oncë. Do të shohim edhe ecurinë e tregut të aksioneve, ku shumica e bursave në kontinentin evropian po ndryshojnë minimalisht. Investitorët janë në pauzë sepse 2 sesionet e kaluara kanë qenë në rritje të konzervueshme si një reagim i tregjeve ndaj marrëveshjes 90 ditore tregtare të arritur mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aktualisht FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë në rënje me 0,03%, të dyja CAC 40 i Parisit dhe indeksi i Zuriut SMI kanë rënë me 0,35 dhe 0,18%. Vetëm FTSE MIB i Milanos ka fituar 0,16% të vlerës. Në ecurinë e 3 indekseve kryesore në Wall Street, në sesionin e kaluar, Dow Jones ka rënë me 0,64%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq kanë fituar 1,61 dhe 0,72%. Do të shohim shkurtimisht edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku Ion, kompania energjetike, kryeson fitimet në rritje me 1,43%. Munich Re, Rheinmetall, Sunrise dhe Sartorius janë rritur nga 0,64 deri në 1,19% të vlerës. Dhe së fundmi në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Bayer AG kryeson humbjet në rënje me 3,04%, Brenntag, Beiersdorf, Merck dhe Qiagen janë në rënje nga 1,47 deri në 3,01% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë moment.